Këngëtarja e njohur kosovare Adelina Ismaili ka rikthyer vëmendjen e publikut me projektin e saj më të ri muzikor, një videoklip që ka zgjuar interes dhe debat të madh në rrjetet sociale. Kënga, e cila pritet të shënojë një nga rikthimet më të komentuara të artistes pas një periudhe të gjatë pauze, është realizuar pjesërisht në Jeshvilën e Milan Radojčić, një vend që për shumë njerëz mban ngarkesë të fortë historike dhe politike. Në njoftimin zyrtar, Adelina ka sqaruar se zgjedhja e këtij lokacioni nuk ishte rastësishme, por pjesë e një koncepti artistik që synon të bashkojë kontrastet, të kaluarën dhe të tashmen, dhimbjen dhe dashurinë, ndarjen dhe unitetin. Sipas saj, qëllimi i projektit është që të përcjellë mesazhin e paqes, harmonisë dhe dashurisë për vendin, në një formë që kombinon elemente të kulturës shqiptare me një stil modern e simbolik. Megjithatë, publikimi i videoklipit ka ngjallur reagime të shumta. Një pjesë e publikut e ka përgëzuar artisten për guximin dhe për mënyrën se si ka përdorur artin për të provokuar reflektim mbi çështjet shoqërore. Të tjerë, ndërkohë, e kanë kritikuar për zgjedhjen e vendit të xhirimit, duke e konsideruar si një normalizim simbolik të një hapësire që lidhet me figura të kontestuara politike rajonale. Në reagimin e saj publik, Adelina ka mbajtur një ton të qetë dhe reflektues. Ajo ka theksuar se arti nuk është gjithmonë komod, por shpesh është mjet për të hapur biseda të nevojshme shoqërore. Unë nuk kam dashur të provokoj, por të tregoj se dashuria për vendin mund të shprehet edhe aty ku dikur ka pasur ndasi. Arti është më i fortë se frika, ka deklaruar ajo. Videoklipi përfshin pamje mbreslënëse nga natyra e Kosovës, arkitektura tradicionale dhe jeta lokale, duke përzierë element simbolik të identitetit kombëtar me nota bashkëkohore. Pavarësisht debateve, një gjë mbetet e qartë. Projekti i ri i Adelinës ka arritur të ngjallë diskutim publik dhe të rikthejë emrin e saj në qendër të skenës artistike shqiptare, si një artiste që nuk ka frikë të sfidojë kufijtë mes artit, historisë dhe politikës.